Ndryshimet e fundit në buxhet sollën debatin e Komisionit e Ligjeve mes anëtarëve të opozitës dhe Ministrisë së Financave. Sipas deputetëve demokratë, ndryshimet nuk pasqyronin një situatë urgjente, siç parashikon kushtetuta për miratimin e një akti normativ. Pyetja që shtojmë është, cilat nga këto çështje që sillni ju është urgjente? Ti ambush mendjen që ka urgjencë dhe urgjenca të jetë objektive, jo oportunitet politik. Se për shembull na rezulton që onkologjiku bën thirrje për donacione për $4 milion. E ju se pasin e parti që. Me që jemi të dy deputet luajnë, a ka mundësi blesh një zerë fikse se jemi me zerë fikse me 3 goma? Kemi shumë nevojë dhe emergjencë, po e kuptoj emergjencën te kjo, po ka në i ky buxheti për një zerë fikse për lushjen, për les pastaj si është godina aty. Për kreun e financave, ndryshimet u realizuan pasi koha nuk priste dhe se të ardhurat për 6 mujorin e parë të këtij viti ishin mbi parashikimet e ministrisë. Nevoja lind si rezultat i po themi politikave të reja të paplanifikuara, të cilat duhet të parashikohen në buxhet. Ndërkohë që urgjenca dhe natyrisht dhe po themi performanca financiare që kemi pasur për gjatë 6 mujorit. Tani ju listova 3 më të rëndësishme që lidhen me këtë. Por ajo që është dhe më e rëndësishmja dhe që lidhet me të ardhurat dhe që ne nuk e planifikonim dot kur bëm buxhetin e vitit 2026, pra të ardhurat që ne planifikuam në raport me ato që mblodhen ishin më të larta dhe këto të ardhura i përkthyem menjëherë në politika sociale. Ndërhyrjet në buxhet të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave më 30 qershor parashikojnë indeksimin e pensioneve, dyfishimin e pagesës mujore për fëmijët me aftësi të kufizuara, rritje të fondit për barnat onkologjike si dhe 10.3 miliard lekë shtesë për Ministrinë e Mbrojtjes.